Një lajm tronditës ka qarkulluar në rrjetet sociale dhe në mediat online, duke lënë të shokuar fansat e reality show të njohur Big Brother Brasil. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në internet, ish banorja e këtij formati shumë të ndjekur e identifikuar si Gabi Martinez është gjetur pa shenja jete në banesën e saj vetëm 4 javë pas daljes nga shtëpia e famshme. Ngjarja thuhet se ka ndodhur në banesën e saj, ku ajo jetonte prej disa kohësh pas përfundimit të eksperiencës në reality show. Sipas informacioneve paraprake që po shpërndahen në media dhe rrjetet sociale, personi është gjetur pa shenja jete nga familjarët, të cilët kishin humbur kontaktin me të për disa orë dhe kishin vendosur të kontrollonin gjendjen e saj. Burime pranë familjes kanë deklaruar se situata ka qenë shumë e rëndë dhe tronditëse për të gjithë të afërmit. Ata kanë mbetur të shokuar nga ajo që kanë gjetur në banesë, ndërsa menjëherë është njoftuar edhe ndihma emergjente. Sipas raportimeve fillestare, ekipet e urgjencës kanë mbërritur në vend ngjarje pak minuta pas telefonatës, por fatkeqësisht nuk kanë mundur të bëjnë asgjë për ta rikthyer në jetë. Mjekët kanë konstatuar se ajo nuk kishte më shenja jete në momentin e mbërritjes së tyre. Ndërkohë, autoritetet kanë nisur menjëherë hetimet për të kuptuar se çfarë ka ndodhur saktësisht. Për momentin nuk janë dhënë shumë detaje zyrtare, ndërsa pritet që ekspertiza mjekoligjore të hedhë dritë mbi rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë. Fansat e reality show janë shprehur të tronditur në rrjetet sociale, ku lajmi është përhapur me shpejtësi të madhe. Shumë prej tyre kanë publikuar mesazhe ngushëllimi dhe kujtime nga momentet që ajo kishte kaluar brenda shtëpisë së Big Brother Brasil, ku ishte bërë shumë e dashur për publikun. Gjatë qëndrimit të saj në program, ajo ishte shuar për personalitetin energjik, debatet e forta dhe momentet emocionale që kishte ndarë me banorët e tjerë. Pikërisht këto momente e kishin bërë një nga personazhet më të komentuar të sezonit. Pas daljes nga shtëpia, ajo kishte filluar të ishte shumë aktive në rrjetet sociale, ku ndante shpesh momente nga jeta e saj personale dhe profesionale. Shumë fansa e ndiqnin dhe prisnin projekte të reja që ajo kishte paralajmëruar. Prandaj lajmi për vdekjen e saj ka shkaktuar një valë të madhe reagimesh në internet. Mira komente dhe postime janë publikuar brenda pak orësh, ku ndjekësit shprehin trishtimin dhe mosbesimin për atë që ka ndodhur. E pabesueshme vetëm pak javë më parë shihnin në televizion dhe tani po lexojnë këtë lajm, shkruan një përdorues në rrjetet sociale. Të tjerë kanë kujtuar momentet më të bukura të saj në reality show dhe kanë shpërndar video apo foto nga pjesëmarrja e saj në program. Ndërkohë, familjarët kanë kërkuar privatësi në këtë moment të vështirë dhe nuk kanë dhënë ende një deklaratë të gjatë publike. Ata kanë falendëruar të gjitha ata që kanë dërguar mesazhe mbështetje dhe ngushëllimi. Autoritetet pritet të publikojnë më shumë detaje në ditët në vijim, ndërsa hetimet për këtë rast vazhdojnë. Për momentin, fansat dhe publiku i gjerë presin me ankth informacione të reja për të kuptuar më mirë se çfarë ka ndodhur me ish banoren e reality show që vetëm pak javë më parë ishte pjesë e një prej programeve më të ndjekura televizive.